Shkë biseduese tëndë. Për të gjithë ata që këtë ndeshje ta përjetojnë në atmosferë elektrizuese, kanë mundësi që këtë ta bëjnë edhe në sheshin kryesor të Prishtinës. Në këto momente, gazetarja Djelza Berisha në lidhje direkte do të na sjellë atmosferën nga kryeqyteti kosovar. Përshëndetje Djelza, po e kaloj linjën të kjo. Sonte, jo veç Bratislava, por edhe sheshi kryesor Zahir Pajaziti këtu në kryeqytet, është ndruar në një mini stadium i cili po pret tifozë të shumë shqiptarë që po vinë për ta përcjellur ndeshjen mes kombëtarës së Kosovës dhe kombëtarës së Slovakisë, e cila do të fillojë vetëm pas pak, duke filluar nga ora 20:45. Po ashtu duhet të theksojmë që shqiptarët sonte në farformi kanë dy festa, pasi që po ashtu luan edhe kombëtarja e Shqipërisë përballë kombëtarës Polonisë. Gjithashtu vlen të përmendet se ne kemi biseduar edhe me shumë qytetarë këtu që kanë ardhur si tifozë për të përcjellur ndeshjen. Na kanë thënë që kanë pritshmëri mjaft të larta që kombëtarja e Kosovës do të dalë fitimtare dhe pastaj do të hap rrugën e saj për të vazhduar drejt kampionatit botëror si për herë të parë në historitë të futbollit kosovar. Në fakt, gjithë organizimi këtu është bërë i mundshëm nga KD Events në bashkëpunim me Digital B Art Motion, e po ashtu edhe Komunën e Prishtinën e Federatën e Sportit, të cilët kanë sjellur një monitor gjikant këtu në shesh dhe po mundohen që ta sjellin atmosferën e stadiumit të Slovakisë mu në zemër të Prishtinës. Po ashtu vlen të përmendet që tashme ekipi kosovar ka formuar formacione mjaft të rëndësishme në krye me kapitenin Vedat Muriqi, i cili sonte pra të ta drejtoj gjithë lojën. Kjo ndeshje është mjaft vendimtare dhe rëndësishme për kombëtarën tonë, pasi që siç dihet, në rast se Kosova sonte shënon fitore, pastaj do të përballet edhe me Turqinë të martën këtu në stadiumin Fadil Vohri, e pastaj nëse kjo prap shënon fitore, sigurisht që do t'i hap rrugët për të bërë pjesë të kampionatit botëror për herë të parë në historitë të futbollit kosovar. Në të njëjtën fazë, pra në play-off të gjysmëfinales për kampionatin botëror, është edhe skuadra e Shqipërisë që pra sonte përballet me Polonisë, që përmenda edhe më herët, por duhet të kujtojmë që sigurisht që skuadra e Kosovës në fakt ka kaluar në për shumë sfida për të ardhur deri këtu në këtë progres që tashmë është dëshmuar, meqense për herë të parë është në këtë fazë, e sigurisht po i hap rrugë vetes që të dëshmojë veten edhe në arenën ndërkombëtare duke bërë pjesë e kampionatit botëror, që sigurisht nëse fiton edhe këtë ndeshje dhe ndeshjen e ardhshme që do të mund të bëhet të martën në rast të shënon fitore. Të gjitha këto fakte, dy ndeshjet edhe të Kosovës edhe të Shqipërisë do të mund ta ndiqni në kanalet e Art Motion, pra e cila ka përgatitur një program sportiv për të dyja ndeshjet. Unë po ju lë pak me pamjet e atmosferës këtu në kryeqytet, ku sigurisht kanë filluar të mblidhen vetë se tifozët e parë.